Ndodhemi në rrugën Prenja Petoshati, pjesë e lagjes 24 maj. Prej vitesh, infrastruktura rrugore mbetet e dëmtuar, pothuajse në stinën e dimrit është e pakalueshme për shkak të gropave me ujë. Dhe pse është premtuar disa herë nga Bashkia e Vlorës se do të ketë një zgjidhje për këta banorë dhe se do të ketë një zgjidhje për infrastrukturën rrugore, por edhe për ndriçimin që mungon gjatë natës. Por, thjesht këto kanë mbetur vetëm premtime, ndërsa mbetet premtimi i radhës për shkak të zgjedhjeve që do të kemi të pjesme në qytetin e Vlorës. Në ditët me shi, gropat mbushen me ujë dhe balta mbulon çdo hapësirë, duke bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve dhe kalimin e këmbësorëve. Shpeshherë banorët duhet të veshin çizme për të kaluar rrugën nga banesat e tyre. Në lagjen 24 maj të qytetit bregdetar mungon plotësisht edhe ndriçimi, ndërsa banorët detyrohen të ecin me dritën e telefonit gjatë natës, ku më të prekurit nga ky fenomen mbeten fëmijët të cilët çdo mëngjes dhe mbrëmje duhet të kalojnë mes pellgjeve për t'u kthyer nga shkolla. Ka një ku kalamar për ata, për fëmijët e vegjël është problem. Vjen në shkollë, ku do vjen? Tu bëhet ujë. Rruga poshtë. Edhe ne aty kur banojmë, ne njëta gjë si kjo. As vjet bëjmë. Edhe për zgjedhje një ditë kaluan fadromin, ai mori privatisht e ka kryer pak, mbushi këto gropa. Banorët shprehen se janë ankuar disa herë në Bashkinë e Vlorës, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Ata kërkojnë ndërhyrjen urgjente për rikonstruksionin e rrugëve, të cilat janë e vetmja lidhje me pjesën tjetër të lagjes. Vi nga Italia, them që të vete në shtëpi apo mos të vete në shtëpi. Se për një pjesë rrugë 200 metra bën copa gjithë, taksat i pagojmë gjitha. Po nuk meritojmë që të jetojmë kështu. Njerëzit ikin duke kërcyer ku të jetë më lart që të hedhin këmbën në të thatë. Ne s'kemi as drita. Mungon ndriçimi. Mungon ndriçimi. Si ja bëri Natë me telefon. Me vështirësi kalojnë me disi në për ujë, për ato që natën me celular se dritë shumë. Ndonse premtimet kanë qenë të vazhdueshme në kohë zgjatje, lagja 24 maj mbetet e pandryshuar, ku këto premtime nuk u mbajtën kurrë nga krerët e bashkive që marrin vota në këtë lagje.